të tjera do ndiqni cilësi e produkteve ushqimore që konsumojmë në vendin tonë lë për të dëshiruar. Një qytetar ka ndarë një përvojë shqetësuese lidhur me sigurinë e qumshtit të paketuar. Brenda qumshtit ai ka gjetur copa të dyshimta të ngurta që nuk dihet çfarë janë. Familjarët e Zana Gjevukaj që u aksidentua për vdekje në Vijat e Bardha në Kosovë kërkojnë drejtësi. Autori është policë dhe sipas të afërmëve të së ndjerës, drejtësia mbi të nuk vendose siç ai e meriton. Ata kërkojnë që autori të dënohet si duhet pavarësisht postit. Teoria e konspiracionit më i një momentit në TikTok është ajo lidhur me kukullat të Labubu. Teoritë rreth lodrave jashtëzakonisht të njohura që supozohet se kanë origjinë diellëzore, po bëhen virale në media sociale, me disa që pretendojnë se Labubu bazohen në demonin Pazuzu. Shikues të nderuar, ju përshëndes në këtë edicion informativ këtu në ekranin e televizionit Adveu. Një barist ka gjetur copa të dyshimta në kutinë e qumshtit që përdoret për macchiato. Ky incident ngre shqetësime për kontrollin e cilësisë të produkteve ushqimore. Autoritetet duhet të ndërmarrin hetime dhe masa për sigurinë ushqimore. Një qytetar ka ndarë një përvojë shqetësuese nga një lokal ku punon si barist, teksa përgatiste një macchiato ai vrejti një zhurmë të pazakontë në kutinë e qumshit. Kur e hap, zbulon brenda saj copa të dyshimta, të ngurta, që nuk dihet se çfarë janë. Ky është qumshi që marrin për macchiato çdo ditë, dhe kur e hapa, dolën copa brenda. Çfarë janë këto grinca? Si përfundojnë në një produkt që e konsumojmë për ditë? Shprehet ai për redaksin ton. Rasti ngre pikpyetje serioze për kontrollin e cilësisë së produkteve që përfundojnë në tavolinat tona. Çfarë garancie kemi për qumshit dhe ushqimet e tjera që i besojmë për ditë shëndetit ton? Autoritetet përgjegjëse duhet të hetojnë menjëherë për origjinën dhe për mbajtjen e këtyre substancave dhe të marrin masa për të garantuar sigurinë ushqimore të qytetarëve. Një qytetar ka denoncuar gjendjen e shkatëruar të rrugës në Radhim, e cila është lënë pa asfaltuar gjatë sezonit turistik. Asfaltimi i rrugës ishte nisur para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, por pas sigurimit të votave puna është ndaluar. Banorët kërkojnë reagim të menjëhershëm nga ana e Bashkisë së Vlorës. Një qytetar ka denoncuar gjendjen skandaloze të rrugës në Radhim, fshatin piktoresk të zonës bregdetare të Vlorës. Ndonse jemi në kulmin e sezonit turistik, kur Radhima pret qindra pushues vendase të huaj, rruga është lënë cop pa u asfaltuar. Përshëndetje, si jeni? Ka mundësi ta publikoni pak të videon. Është rruga e Radhimës në mes të sezonit, e lënë në këtë gjendje skandaloze. E nisëm për ta bërë para zgjedhjeve, dhe sot është data 30 qershor, dhe s'po kujtohet njëri. Shkruan një qytetar duke e shoqëruar imazhet me një video që tregon një rrugë të shkatruar, pluhur, gropa dhe asnjë punëtor në horizont. Banorët shkruajnë se asfaltimi i kësaj rruge është nisur para zgjedhjeve, por tani që votat u siguruan, pushteti e harroi premtimin e dhënë. Sot banorët, pushuesit vendas dhe të huaj, kalojnë në një rrugë me gropa dhe të degraduar, ndërkohë që duhet ishte një aks bregdetar i asfaltuar gati për të pritur turistët dhe për të dhënë një imazh ideal për të vizituar. Bashkia Vlorë me kryetar Ermal Dredha dhe institucionet përgjegjëse duhet reagojnë menjëherë dhe të shtrojnë rrugën në fjalë. Banorët e Radhimës nuk mund të jetojnë me një rrugë të shkatruar, ndërsa edhe vetë fshati piktoresk dhe brillant i Radhimës meriton një rrugë sipas standardeve. Familja e Zana Gjevukajt kërkon drejtësi pas vdekjes tragjike të vajzës së tyre, e cila u godit në Vijat e Bardha nga një zyrtar policor. Ata janë të shqetësuar për trajtimin e rastit nga drejtësia e Prishtinës, pasi akt akuza nuk përfshin rrethana të rënduese dhe polici është lënë në arrest shtëpiak. Familja e Zana Gjevukajt nga Peja kërkon drejtësi për vajzën e tyre 26 vjeçare, e cila u godit për vdekje në Vijat e Bardha nga një zyrtar policor më 1 prill 2025. Zana ndoroi jetë pas 34 ditësh në kujdesin intensiv të qendrës klinikës universitare të Kosovës, ndërsa shoferi ndodhet ende në arrest shtëpiak, megjithëse kanë kaluar 3 muaj nga aksidenti dhe 2 muaj nga vdekja e rreth. Pamjet origjinale të aksidentit të vëna në dispozicion për Joqë Albania, të cilat sipas familjes janë të ndryshme nga ato të publikuara në mediat kosovare që janë të shkurtuara, tregojnë qartë se një makinë tjetër ishte ndaluar për t'i dhënë përparësi Zanës, ndërsa shoferi polic ka ardhur me shpejtësi të tejkaluar dhe pa frenuar fare dhe ka goditur Zanën në mes të vijave të bardha. Familja shpreh zhgënjimin e thellë me trajtimin institucional të rastit në fjalë, pasi në akt akuz nuk janë përfshirë rrethana të rënduese, përfshirë faktin që viktima ishte në Vijat e Bardha, se një makinë tjetër i kishte dhënë përparësi dhe se shoferi ka qenë me 90 km/h në një zonë me limit 60 km/h. Familja e Zanës së ndjerë
tashmë theksojnë se nëse i dyshuari nuk do të ishte pjesëtar i policisë, drejtësia do të kishte vepruar ndryshe. Familja kërkon që rasti të trajtohet me seriozitetin e duhur dhe të shërbejë si një thirrje për përgjegjësi të barabartë për të gjithë para ligjit. Në reagimin e tyre publik, familjarët e sëndjerës shprehin mospërfshirja e këtyre fakteve në akt akuzë e bën trajtimin institucional dhe më shqetësues. Jemi të bindur se nëse ky rast nuk do të përfshinte një zyrtar të policisë, drejtësia do të ishte vepruar ndryshe. Shpresojmë që ky rast të shërbejë si një vetëdijsim publik dhe institucional që rastet e drejtimit të rrezikshëm të automjeteve, veçanërisht ato me pasoja fatale, të trajtohen me seriozitetin maksimal dhe me përgjegjësinë e duhur ligjore. Asnjë uniform nuk duhet të mbrojë askënd nga drejtësia. Ylli Didani, një shtetas shqiptar, u dënua me burg të përjetshëm për komplot për shpërndarjen e kokainës dhe pastrimin e parave pas një gjyqi që zgjati 12 javë. Ai ishte udhëheqës i një rrjeti ndërkombëtar të trafikimit të drogës që operonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm. Pas një gjyqi që zgjati për 12 javë në gjykatën federale, një juri federale dënoi Ylli Didanin, 43 vjeç, një shtetas shqiptar, për komplot për shpërndarjen e kokainës në bordin e një anije që nënshtrohet jurisdiksionit të Shteteve të Bashkuara dhe komplot për pastrimin e instrumenteve monetare, njoftoi prokurori i Shteteve të Bashkuara. 48 vjeçari shqiptar Ylli Didani, me origjinë nga fshati Janjar i bashkisë Konispol, krijoi një rrjet ndërkombëtar të trafikimit të drogës. Dyshohet se ka blerë një truall toke buzdetit në Republikën Dominikane me vlerë $3 milion, duke përdorur fonde nga trafikimi i drogës. Sipas provave të paraqitura nga prokuroria, Didani transferoi më shumë se $200.000 në Shtetet e Bashkuara përmes një sistemi të palishëm të njohur si metoda simbolike për të finalizuar blerjen e tokës në Republikën Dominikane. Prokurori i Shteteve të Bashkuara ju bashkua në njoftim agjenti special i përgjithshëm Administratë e zbatimit të ligjit kundër drogave, divizionit i Detroit, drejtori i operacioneve në fushë dogana dhe mbrojtja kufitare e SBA-ve, agjenti special i përgjithshëm dhe shërbimi të ardhurave të brendshme dhe hetimet penale. Provat në gjyq vërtetuan se Didani ishte udhëheqës i një organizate ndërkombëtare të trafikimit të drogës në lidhje me Shtetet e Bashkuara, Amerikën e Jugut dhe Europën. Didani dhe bashkëpunëtor të tjerë të paditur planifikuan dhe financuan shpërndarjen e kokainës nga disa vende, përfshirë distriktin lindor të Michiganit. Didani organizoi shpërndarjen e ndërgesave të mëdha të kokainës nga Amerika e Jugut në Europë, ku kokaina u sekuestrua nga forcat e rendit. Provat në gjyq vërtetuan se Didani dhe anëtarë të tjerë të organizatës së tij planifikuan projektimin e një droni në New York që do të përdorej për të transportuar sasi të mëdha kokaine në Europë. Didani përballet me burgim të përjetshëm si rezultat i dënimeve. Kukullat Labubu janë bërë një trend botëror për fëmijë, por postimi i Xhymi Levi ka shkaktuar debate të nxehta. Ai quan këto lodra demonike dhe i krahason me demonin mitologjik Pazuzu. Debati ka shpërthyer me disa që i mbështesin shqetësimet e tij dhe të tjerët që e konsiderojnë këtë krahasim të egzageruar. Kukullat Labubu janë kthyer në një trend botëror për fëmijë të rritur për shkak të pamjes së tyre të pazakontë, si monstra të vegjël me push por me pamje të frikshme. Një postim në Facebook i Xhymi Levi, personalitet në rrjetet sociale nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i njohur për mesazhet kundër sistemit, sidomos gjatë periudhës së pandemisë ku u bë i njohur me deklarata kundër vaksinave dhe teorive konspirative, ka shkaktuar debat të madh online. Ai paralajmëron prindërit për kukullat Labubu të përhapura shumë kohët e fundit. Levi e quan lodrën të rësisht demonike dhe shpreh shqetësimin se po bëhet trend mes fëmijëve. Në postim, ai e krahason pamjen e Labubu me një ilustrim të demonit mitologjik Pazuzu, duke sugjeruar ngjashmëri shqetësuese mes tyre. Thoni që jam i çmendur, por diçka tek këto lodrësh demonike, shkruan Levi duke u bërë thirrje prindërve të jenë të kujdesshëm. Postimi ka marrë mbi 20.000 reagime, 6.100 komente dhe shpërndar më shumë se 10.000 herë, duke ndezur një debat të madh mes atyre që ndajnë të njëjtin shqetësim dhe të tjerëve
që e konsiderojnë krahasimin të egzageruar. Një studim i Universitetit të Kalifornisë Davis ka zbuluar se cigaret elektronike një përdorimshme çlirojnë nivele të larta metalesh toksike si plumbi dhe nikeli që mund të shkaktojnë dëme të rënda shëndetësore. Pajisjet e testuara shpesh kanë lëshuar më shumë plumb se 20 pako duhan tradicional, duke rritur rrezikun për shëndetin e përdoruesve. Një studim i fundit nga Universiteti i Kalifornisë Davis ka hedhur dritë mbi rreziqet e cigareve elektronike një përdorimshme, të cilat për vite me radhë janë promovuar si më të sigurta se duhani. Studiuesit analizuan disa lloje të cigareve elektronike aromatike nga markat më të njohura dhe zbuluan se këto produkte lëshojnë sasi të larta metalesh toksike si plumbi dhe nikeli, që janë të lidhura me dëmtime serioze të mushkrive dhe indeve të trupit. Një nga pajisjet e testuara çliroi më shumë plumb për një ditë përdorimi se sa 20 pako duhani tradicional, duke bërë rrezikun potencialisht edhe më të madh. Studiuesit paralajmëruan se nivelet e metaleve ishin aq të larta saqë tregonin për defekte të mundshme në prodhimin e tyre. Kjo gjetje është veçanërisht shqetësuese duke patur parasysh popularitetin e tyre në mesin e të rinjve. Pavarësisht se aromat e cigareve elektronike nuk janë të lishme për shitje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato vazhdojnë të qarkullojnë në treg në mënyrë ilegale, me një vlerë shitjesh që ka arritur mbi 2.4 miliard dollar vetëm në një vit. Ekspertët kërkojnë masa urgjente për të ndaluar përhapjen e tyre, pasi mungesa e rregullimit zyrtar lë hapësirë për abuzim dhe rrezik të lartë për shëndetin publik. Shikues të nderuar, ishin këto informacionet e përgatitura për ditën e sotme. Bashkë mirupafshim.